dhe unë do ta shpreh një rast i cili me motivoi dhe më shumë, me bën më të fortë më shumë. Tha në rrjetet sociale deputet, nuk e di çfarë, se s'jam marrë unë me këto ç'a flasin këto, unë isha i pjesë e qëllimit caktuar dhe ma tregon një mik im, thot, një orë para mbylljes së fushatës, thot, more filan deputeti Igor Zdravovski, se thash nuk e di se smerrem është, thot në status Çashka është Maqedone e Maqedonisë dhe si e tillë do të mbetet. Po pikërisht ai e hupi Çashkën dhe ma solli mu fitoren. Sepse unë si kandidat për kryetar komune, unë nuk dola me kollaret dhe me kostumet të votoj në ora 8 gjysmë mëngjesit dhe të hapim procesin sa është demokratik. Po votova në 6:50 mbas ditës, sepse thash e jona o Çashka, jo e atyre. Po ai le të merret me rrjetet sociale, le të mbjell urrëtie, ne të bëjmë punën dhe ajo doli në fund. A e ndjen përgjegjësinë e kësaj që ka ndodhur? Jo vetëm si një kryetar komune, po si një mesazh që shkon përtej një kryetari komune, që çon mesazhe të forta tek politika dhe politikanët e këtij lloji dhe shumë të tillë, të cilët mundohen që për të ruajtur statusin, trupin votues, autoritetin etj, në fund të çdo fushate i mshojnë më shumë të kësaj anës nacionaliste, duke betonizuar kjo është e jona, nuk e japim, që në fund të ditës ju jeni një qytetar i atij vendbanimi, ju jetoni aty, nëse ju e shtroni një rrugë, nuk është se te ajo rruga do vihet tabel, kalojnë vetëm shqiptarët. Absolutisht. Temirat publike janë për gjithë qytetarët. Pikërisht, nëse sillni ujë të pishëm, nuk do vini me emra çesmat që do shkoj vetëm tek çesmat e shqiptarëve. A e ndjeni peshën e asaj që po përfaqësoni në këto momente? Realisht unë jam prapë përsëri po të kështu, jam i thar i modalitetit të bashkëqeverisjes multietnike. Do t'jem shembull, këtë ua garantoj, mbajeni mend, do t'jem thash zeri i atyre gjithëve dhe të gjitha të mirat publike, të cilat do të trasohen, do të zbatohen, do të prezantohen, do të krijohen nga komuna, do të realizohen, do t'jenë shfrytzues të gjithë qytetarët, pa dallim feje apo kombi. Nuk dyshojnë vetin time, unë jam këmbgulës, jam optimist, sepse maqedonasit do ta kuptojnë vetë se çka kanë humbur për 30 vitet e kaluara.